Ramazani po përfundon sot. Po ti çka ke përfitu prej Ramazanit? Ramazani nuk është një muj ku ti veç rre pa hongër e pa pi. Nuk është një muj ku ti sakrifikon të uqunë si thyre të e boj iftarin. Është një muj që të mëson shumë ma shumë se sa qaq. Të mëson disiplinë, të mëson qysh mi rregullu emocione, të mëson qysh me prit për shpërblime që vinë masi që ti lodhesh. Ramazani është një muj që duhet të mësu qysh mi dash njerëzit ma shumë, qysh me komuniku në një botë ku gjithçka është bërë shumë e shpejt. Rrjetet sociale vazhdimisht na nxisin me u krahasu me të tjerë e na kemi harru që dashnia gjendet veç kur kontaktoj me njëri tjetrin. Ramazani ka kontekst religjioz e vërtet, por ka kontekst edhe shpirtëror, edhe social. Na mëson që duhet me dash njëri tjetrin edhe me prit se shpërblimet më të mira gjithmonë vijnë kur na dina qysh me prit e qysh me reagu ndaj jetës. Ç'a të ka mësu ty Ramazani? A të ka mësu me i rregullu emocionet e tua ma mirë? A të ka mësu me e dash tjetër ma shumë, me e dash tjetrin, me respektu? Shkruaj krejt që ton komente. Ndaj që video me dikën që e don edhe shpjegoja që ky muj u kon shumë i mirë, po edhe 19 mujt e tjerë duhet me i kalu njëjtë.